Mbrëmja e dieshme në shtëpinë më të famshme në Shqipëri ishte një festë e paharrueshme. Dasma e eglit dhe gjestit në BBVIP Albania mblodhi yjet por një emër që mori gjithë vëmendjen ishte Loredana, e cila jo vetëm që u shfaq në event, por bëri edhe një deklaratë zemre që ka trazuar rrjetin pas pjesëmarrjes në dasmë. Ajo publikoi një postim të gjatë në Instagram, ku shpërtheu me ndjenja falënderimi dhe reflektimi. Ajo shprehu mirënjohjen e saj për familjen, ndoshta nuk isha e zonja me fjalët, por thellë brenda shpirtit doja dhe dua të shpreh shumë, shkruan ajo, teksa rrëfen se BBVIP e ka rritur emocionalisht dhe shpirtërisht me sinqeritet. Loredana falenderoi publikun për dashurinë dhe mbështetjen që ka marrë jashtë shtëpisë, por ajo që ka bërë bujë të madhe është zgjedhja e saj për të marrë pjesë në dasmë, që për shumë u pasi një deklaratë e qartë. Ajo ka zgjedhur anën e gjestit, duke hequr dorë nga Jozi pas incidentit të bujshëm mes tyre. Unë shkova në dasmë, e para për të treguar Lorin zemërbardh, me etikë dhe e dyta se çdo veprim ka një arsye brenda meje. Dua të më kuptoni, shkruan ajo, duke nënkuptuar se pas çdo gjesti të saj qëndron një vendim i menduar, por ajo duket se ende e vuan situatën me Jozin. Loredana është shfaqur emocionale teksa këndoi kënga Mos u kthe, të cilën dikur në shtëpi ja këndonte ai.